Jo vetëm për tu pirë, uji i gazuar përdoret edhe për fytyrën. Një studim konfirmoi një herë e mirë rëndësinë që ka konsumi i vaktit të mëngjesit. Shkenca ka dëshmuar gjithashtu se uji i gazuar mund të përdoret si një lehtësues i problemeve të lëkurës, sidomos nëse lahet edhe që në mëngjes fytyra juaj me këtë produkt. Përdorimi i saj jep lëkurës elasticitet. Këto këshilla janë gjithashtu edhe të dhëna nga femrat koreane, të cilat gjithmonë e kanë përdorur atë në ritualin e tyre. Sekreti qëndron te fuqia e ujit të gazuar kur flluskat e saj lejojnë oksigjenin të hyjë në epiderm, hapin poret dhe lehtësojnë heqjen e papastërtive. Mënyra për ta përdorur ujin e gazuar është nga më të ndryshmet. Atë mund ta përdorni duke aplikuar në formën e sprayt në lëkurë ose edhe duke larë fytyrën tuaj duke e mbajtur atë në një enë të mbathur me ujë. Kështu do të keni relaksimin e dur të lëkurës.